Në Komisionin për Mediat dhe të Drejtat e Njeriut, tensionet mes mazhorancës dhe opozitës shuan sot në shtyrjen e prezantimit të projekt buxhetit të Ministrit të Shëndetësisë për vitin 2026. Kryetaria e Komisionit, Jorita Tabakur, kërkoi që dokumenti të prezantojë nga vetë ministrja Evi Sala, duke argumentuar se një material i tillë ka rëndësi të madhe dhe kërkon përgjegjësi të drejtë për drejtë nga titullarja e institucionit. Do t'i propozoj komisionit që neve të vendosim për një orë tjetër se kur ta bëjmë këtë dëgjes dhe të vi ministrja këtu për të ndjekur diskutimet e buxhetit. Nuk ka gjë më të rëndësishme se diskutimi i buxhetit. Programi i qeverisë dhe diskutimi i buxhetit janë dy nga elementët kryesor. Unë e kuptoj ngarkesën në komision, e kuptoj edhe ngarkesën e një ministre të re që ka ardhur në një pozicion të vështirë dhe sensitiv, por për të vendosur një standard në këtë komision për buxhetin do të jetë ministri. Nga ana tjetër, deputetët socialistë këmbgulojnë që mbledhja të vijonte pas planifikimit, duke propozuar që prezantimi të bëhej nga dy zëvendësministret e pranishme. Por ne kemi në komision njerëz që janë të rëndësishëm edhe që e dinë diskutimi është për buxhetin. Nuk është në nivel personal që ne do na thot ministrja një gjë ndryshe që nuk na i thon dot zëvendësministrat. Jam dakord absolutisht që ministrja duhet të ishte këtu, po unë mendoj që ne duhet ta vazhdojmë dëgjesën sepse dy zëvendësministrat e linjës dinë me detaje çdo gjë për buxhetin. Edhe zonjat besoj që e din që janë zëvendësministre dhe nuk e zëvendësojnë dot ministren as me prokur. E kërkon rregulloria e parlamentit. Buxheti vjen dhe miratohet nga ministrja. Jemi edhe fleksibël sepse ky parlament ka 11 komisione dhe numri i ministrave patjetër që është i limituar. Nuk e diskutoj fare që ministri i Shëndetësisë duhet të ishte këtu, por mendoj që edhe në respekt të dy zëvendësministreve dhe të drejtuesave të institucioneve duhet ta vazhdojmë. Pavarësisht diskutimeve, palët nuk arritën të gjenin gjuhë të përbashkët. Tabaku mbeti e prerë në qëndrimin e saj se ministrja duhet të jetë pranishme në komision për një çështje të tillë thelbësore, ndërsa mazhoranca refuzoi të pranojë kushtin e opozitës. Përballë ngërçit, kryetaria e komisionit vendosi të mbyllë mbledhjen duke shtyrë prezantimin e projekt buxhetit për një seancë të ardhshme. Atëherë unë deklaroj mbledhje të mbyllur, ftoj kryesinë e komisionit, mazhorancën, le të vazhdojmë në mënyrë të njashme, ti drejtojnë sekretarisë Kuvendit kërkesën me numrin përkatës deputetëve.